dhe me pak modesti rezervoj të drejtën e 3 propozimeve për Bashkinë e Bilishtit. 1. Futja e Valles Devoliçe në programin mësimor në gjithë ciklet e arsimit parauniversitar dhe konkurimi midis tyre. Mbështetja profesionale e këtij procesi. Pra nuk është ndonjë investim shumë i madh që mësuesit e fizkulturës ose mësuesit e tjerë në orët e tyre të mësojnë të gjithë Vallen Devoliçe. Shumë nga ne kemi ikur nga Devoli dhe se mësuam dot. E dyta, ndërtimi në bronz i valles monumentale Devoliçe me 7 valltare që përjetëson dhe ngul atë në truallin ton në qendër të parkut të Bilishtit. Për këtë investim, fondet mund të kërkojnë dhuratë nga komuniteti në qoftë se jemi të besueshëm. Një student nga Vlora ka mbrojtur temën e tij në Moskë me një statuit të Valles Devoliçe dhe habitej pse është lënë një valle e tillë në hije. Dhe e treta, ndërtimi në Bilisht i një godine dinjitoze të muzeut historik dhe kulturor. Fusha këto në një trevë aq të pasur me informacione historike dhe tradita kulturore, por që janë lënë t'i mbuloj pluri i Aresës.